Autoriteti i konkurrencës kërkoi fonde shtesë për zgjerimin e godinës, duke përshkruar se inspektorët e saj janë paketuar si sardelet 7 veta në një zyrë. Më duhet ta rikthem dhe nuk do të ndaloj të thënë asnjëherë që ekspertët e Autoritetit të Konkurrencës aktualisht në këto momente që ne po flasim ju kërkojnë ndjes për krahasimin, por janë si sardele 7 vet në një ambient 10 metra katror. Kështu zyrat tona janë 9 deri në 10 metra katror dhe ata janë nga 7 vet për çdo zyrë. Ne jemi në kushtet edhe të problematikave të higjienës. 35 zonja të cilat shkojnë në një tualet është shumë banale që po e them, po ka ardhur në momenti që duhet thënë tashmë se nuk mban më. Gjatë dëgjesës në Komisionin për Nismat Qytetare, kryetari i Komisionit të Autoritetit të Konkurrencës, Denar Biba, kërkoi edhe rishikimin e piramidës së pagave, duke kujtuar se është institucion që i sjell të ardhurat buxhetit, por përfaqësuesit e Ministrisë së Financave e kundërshtuan kërkesën. Ndryshe nga institucionet tjera, Autoriteti i Konkurrencës nuk është një institucion që vetëm kërkon fonde, por është një institucion që i kthen buxhetit të shtetit shumë edhe nga sa merr. Vetëm gjatë vitit 2023, të ardhurat e derdhura në buxhet nga gjobat dhe e vendosura nga Autoriteti i Konkurrencës kanë qenë 22.514.566 lek. Por, inspektorët e Autoritetit të Konkurrencës janë funksione atipike, i quajmë ne, pra ata nuk kanë shtesë page, po ato kanë një pagë që te i kalon pagën e punojësve të shërbimit provës, të inspektoriateve të ndryshme. Në përmbyllje të dëgjesës, kryetari i Komisionit për Nismat Qytetare la të hapur mundësinë e një mbledhjeje të posaçme për të adresuar kërkesat e Autoritetit të Konkurrencës.